Qytetarët e Vlorës janë ngritur sërish në protestë të hënën. Ndonse do duhet të ishin duke përgatitur për festat e fundvitit, vlonjatët po përballen me një problem teje të vështirë, pasi prej 5 ditësh në shtëpitë e tyre mungon ujë i pishëm. Banorë të shumtë janë mbledhur përpara godinës së Bashkisë së Vlorës, ku kanë tentuar të futen brenda për të kërkuar zgjidhje për situatën, por janë përplasur me policinë. Vlora, duam ujë! Në latë 5 ditër në kanë kritjerë në trup! Po jemi me fëmijë që duam ujë të lahet për ditë! Janë çuna 18 vjeçar! Duam të lahet! Tje për në vjetë 2026 dhe jemi pa ujë! Pa ujë, tu vitë turp, maskarej! Nuk kemi zjedh me vota! I pacit harrëm ato vota, i pacit! Me bidon ujë në duar dhe letra higjienike dhe duke goditur dyert e institucionit, protestuesit kanë shprehur revoltin e tyre ndaj mungesës së ujit, duke kërkuar një takim me kryetaren e bashkisë, Brunilda Mersini. Qytetarët kanë deklaruar se mungesa e ujit po vështirëson jetën e përditshme. Më pas, qytetarët e Vlorës janë zhvendosur në rrugën kryesore duke bllokuar qarkullimin.